hani qafkastare, hani morinosa, hani qafkastare, hani adon rose. Gjithë karrierën time 17 vjeçare, unë kam pasur fatin të luaj paka shumë në gjithë botën, në gjithë kontinentet. Dhe karriera ka filluar me interpretimin e këngëve folklorike në jazz, që ishte një risi mjaft e madhe në atë kohë. As për due rose, as për due pare, as për due rose, as për due pare, veç për due burin, baca me cigare, veç për due burin, baca me cigare. Vetëm shoqja ime Dazari e bënte atë punë, edhe e dyta isha unë. Sot kemi fatin që ka disa këngëtarë dhe këngëtare të rinj, muzikantë që vazhdojnë dhe merren me këtë përpunim dhe vjen shumë mirë që ka interes dhe kërkesë për këtë rrugtim. Ka qenë gjithmonë një synim imi që të ndërtoja urë midis njerëzve, midis kulturave dhe të tregoja si përfundim që ajo çfarë na lidh është shumë më e fortë se ajo çfarë na ndan, dhe gjithë tematikat e këngëve folklorike, liria, dashuria, vdekja. Gjithashtu unë jap mësim në Universitetin e Jazzit në Basel dhe për mua, si thua, jazzi është një fjalor shumë i rëndësishëm në muzikën që unë bëj, dhe është shumë e rëndësishme të njihen këngët, të njihet mënyra se si kjo muzikë luhet, është gjithashtu një muzikë shumë komplekse, dhe dua të them diçka mbi këtë publik aq të dashur dhe dashamirës shqiptar, le të themi diasporës shqiptare këtu në Evropë, është që gjithmonë më prek dhe e ndjej gjithmonë kur ata janë në publik, sepse ka gjithmonë pasthirrje dhe ka gjithmonë duar trokitje shumë të flakta dhe të mbajnë kështu në emocion, të mbajnë sipër në ajër, dhe jam shumë e lumtur që ky publik vazhdon të vjen dhe të zbuloj jazzin, dhe të zbuloj diçka tjetër.